Në 8 dhjetorin e rinis, kur shënohen 35 vite nga lëvizja më e madhe studentore që ndryshoi fatin e vendit, ishte dhjetoristi Ardi Stefa flet me tone të ashpra dhe të drejtë për drejta. Ai e cilëson liderin demokrat Sali Berisha si njeriu që sipas tij gjatë të gjithë këtyre viteve ka zbatuar porosinë e Ramiz Alis, shkrirjen dhe shkatërimin e Partisë Demokratike. Stefa rikujton se dhjetori i vitit 1990 ishte hera e parë kur Shqipëria përjetoi një lëvizje të vërtet popullore, të lindur jo nga elitat, por nga studentët. Ishte një shpërthim idealist që la gjurmë të pashlyeshme tek çdo njeri që jetoi atë kohë. Ishte një moment që shenjon historinë e një kombi, shprehet Stefa. 35 vite nga 8 dhjetori 90-s dhe nga gjithë ngjarjet që pasuan, sepse është edhe 21 shkurti i 20 shkurti i 91-shit, pa diskutim që është njëra nga ato ngjarjet më të rëndësishme të cilat kanë ndodhur në historinë e një kombi. Është hera e parë kur Shqipëria pati një lëvizje me të vërtet të themi popullore, një lëvizje e cila nuk u diktua nga elitat, sepse edhe në shpalljen e pavarësisë, po edhe lufta e dytë botërore, përfundimi i saj u diktuan nga elitat. Kjo ishte me të vërtet një lëvizje popullore e cila lindi nga vetë studentët, lindi nga populli. Ishte një lëvizje e cila tek unë ka lënë një gjurmë të pashlyeshme pa diskutim, sepse isha në vendin e dur, në kohën e dur, në krahun e dur të historisë, edhe qëndrimi që ka mbajtur në vijimësi. Pa diskutim që është një ngjarje nga ato të cilat shënojnë dhe shenjojnë historinë e një kombi, një ngjarje e cila duhet që më përpara se të tregohet apo të merret si një ngjarje përkujtimore, të merret si një ngjarje si pjesë e historisë moderne të kombit shqiptar, si pjesë e asaj historie e cila ka nevojë për reflektim, për analizë dhe për gjykim të thelluar, jo gjykim folklorik. Sot me sytë e një ish studenti të dhjetorit, Stefa i sheh zhvillimet në vend me skepticizëm dhe zhgënjim. Idealet e atyre ditëve, liria, demokracia, pluralizmi, sipas tij, nuk janë realizuar kurrë plotësisht. Elita politike që doli nga dhjetori 90 në vend që të çonte përpara ideale të reja, ishte thjesht një ish elit komuniste e ndarë në dy kampe, që monopolizoi skenën politike shqiptare për dekada. Sot nuk kemi një demokraci të vërtet, as një ekonomi të mirë fill tregon. Drejtësia ka nisur të lëvizë vetëm pas 35 vitesh, thot Stefa, duke nënvizuar se në këto 3 dekada janë ricikluar të njëjtat fytyra politike, ndërsa idealet e vitit 1990 janë më larg se kurrë. Si ish student i dhjetorit, zhvillimet në vend i shikojnë në një mënyrë shumë skeptike dhe me jashtëzakonisht shumë dëshpërim, pasi idealet për të cilat ne u ngritëm në dhjetor të 90-s nuk janë realizuar, janë realizuar pjesërisht. Madje mund të shave plot gojën që nuk janë realizuar. Ne si student të dhjetorit, po e them plotësisht, nuk e morëm atë mirënjohje të cilën meritonim. Dhe jo që të ishte një mirënjohje që të shpërbleheshim me poste politike apo poste shtetërore, absolutisht asnjëri nga ne nuk e kishte qëllim në vetvete këtë, sepse ne aq dinim. Dëshirat tona ishin liri, demokraci, pluralizëm, këto ishin dëshirat që kishim ne. Mirë po, elita politike e cila doli nga dhjetori i 90-s, ai pluralizëm që doli nuk duhet harruar që ishte një parti, një elit komuniste e cila u nda në dy pjesë. Ishte një elit komuniste e cila u nda në dy pjesë dhe si e tillë monopolizoi dhe vazhdon të monopolizoi skenën politike shqiptare. A jemi ne sot në ato ideale që kishim në 90-ën? Absolutisht jo, jemi shumë larg, sepse jemi jashtëzakonisht larg, sepse liria që kemi nuk është liri e vërtet. Demokracia që kemi nuk është një demokraci e vërtet. Ekonomia e tregut që kemi nuk është një ekonomi tregu e vërtet. Domethënë drejtësia që kemi ka filluar tashmë pas 35 vitesh që të jetë një farë drejtësie. Ndërkohë që në gjitha këto 35 vite tranzicioni, ne kemi parë të riciklohen të njëjtat figura politike. Pikërisht për këtë arsye do të thesha që idealet e dhjetorit 90 nuk janë realizuar dhe janë jashtëzakonisht shumë larg. Ai akuzon gjithashtu klasën politike se ka kultivuar demokracinë si një figurë të shtrembëruar, të zhveshur nga thelbi i saj.
Në këtë kontekst, Stefa ndalet sërish tek lideri i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili sipasi paraqitet si flamurtari i demokracisë, por në realitet ka patur një rol krejt tjetër. Kam kaq vite që punoj me të rinj dhe duhet të them që mentalitetin e tyre dhe mendsinë e tyre e njoh. Rinia shqiptare në një mënyrë të qëllimshme është atrofizuar në politikë. Ka marrë modelet të cilat nuk janë modelet më të mira, të mundshme. Ka marrë modelet e të fortëve, ka marrë modelet e atyre që pasurohen brenda një dite, ka marrë modelet e atyre njerëzve që shikojnë në televizor. Kanë marrë modelet e atyre njerëzve që bëjnë karrierën shumë shpejt, duke si i studenti vjetorit që ne e kërkuam në 90-të. Është një rini e cila vazhdon akoma të besoj tek nepotizmi. Domethënë që ta shtilloj pak të është babai im në parti, duhet të angazhohem dhe unë në parti, sepse duhet të marr shpërblimet dhe benefitet kur të më vi koha. Domethënë, rinia e sotme, unë kam frikë se me apatin edhe me indiferencën e vet i ka vrarë idealet e vjetorit 90. Është një rini e cila shikon rrugën e lehtë, nuk pa atë rrugë të vështirë dhe të mundimshme që zgjodhëm ne atëherë. Sepse po të ketë zgjedhur atë rrugë që zgjodhëm ne, ndoshta do të jetë më ndryshe. Por mendoj se rinia e sotme është jashtëzakonisht shumë larg atyre idealeve të vjetorit 90-s. Nëse ju do të më thoni sot për liderin e Partisë Demokratike, më besoni, unë kam rezervat e mia, ai mund të hiqet sot si flamurtar apo si sjellësi i demokracisë në Shqipëri, po nuk është ashtu. Sepse nëse doni të dini, në datën 9 dhjetor, kur ne ishim rrahur nga policia në sheshin para midis ambasadës amerikane sot edhe në qytetin Studenti, kur jemi rrahur nga policia, ai ka ardhur në datën 9 dhjetor në pasdite dhe na ka thënë që të kthehemi në mësim dhe ne e kemi dëbuar. Është me emër dhe me mbiemër dëbimi i tij e ka dëbuar një student tropojan, ai ka qenë Bardhi Luksamaj dhe shokët dhe të gjithë ne. Ndërkohë që në fjalimin e tij të parë, me shpalljen e pluralizmit, Sali Berisha, lideri i pamposhtur i demokratëve dhe lideri i cili thotë që ka mision shpëtimin e Partisë Demokratike dhe të demokracisë sot, në datën 13 dhjetor të vitit 1990, me video, me zë dhe me figurë, po të doni unë edhe u jap këtë si material, ka falenderuar, në vend që të falenderonte studentët, të cilët sot i falenderon si tribunë në ditë demokracie, ditë rinie etj. Falenderimin e parë kishte për presidentin Ramiz Alia, i cili ashtu siç udhëhoqi me guxim, trimëri dhe zgjuarsi njësitë partizane në luftën e nacional çlirimtare, ashtu udhëhoqi dhe popullin shqiptar drejt reformave demokratike dhe prurjes së pluralizmit. Nuk mund të besohet dot. Ai ishte një emisar i Ramiz Alis, i cili misionin që pati po e çon në fund sot në shkatrimin e Partisë Demokratike. Më 9 dhjetor, kur ne u rrahëm nga policia, Berisha erdhi dhe na tha të ktheheshim në mësim. Ne e dëbuam, kujton Stefa. Sipas Stefës, misioni i Berishës nuk ka qenë asnjëherë shpëtimi i Partisë Demokratike, por pikërisht e kundërta, implementimi i një plani të Ramiz Alis për shkatrimin e saj. E këtë mision, thot Stefa, Berisha po e përmbyll me sukses.